Si ta bëni flokun tuaj nga kështu në kështu, vetëm duke përdorur këtë plastrin këtu. Flokun e kam 100% të tharë dhe tani vetëm do ta krej pak. Si e kam flokun kështu të ndarë në seksione, do t'i hedh pak mbrojtës nxehtësie që të mos më dëmtojë. Do t'ja hedh në për seksione, pra jo të gjithë flokut njëherë. Unë po e drejtoj flokun me plastër sepse në momentin që e kam të larë, ose më duhet ta bëj direkt kaçurel, ose më duhet ta krej me tharës edhe me furç. Por më duhet ta krej në moment, pra jo një ditë më vonë, pasi e kam shumë të vështirë, sepse floku duhet të jetë pak i lagur. Dhe kështu duhet floku me 2 herë të kaluar. Si e shikoni, kjo është hera e parë. Edhe një herë tjetër. Drejtova. Unë kam gati 5 vite që e përdor plastrin, që e drejtoj flokët e mi dhe mendoj që është zgjidhja më e shpejtë. Do sugjeroj shumë patjetër tharëse, nëse mund ta bëni dot krejtjen vet, por plastri është zgjidhja më e shpejtë. Mua nuk më dëmtohet shumë floku nga përdorimi i plastrit, pasi e përdor maksimumi një herë në javë dhe duke qenë se floku më rri shumë drejt pas përdorimit, nuk e përdor më gjatë ditëve, pra ditën tjetër në mëngjes apo për ta bërë pak më të drejtë, sepse nuk më prishet fare floku. Duke qenë se floku im është goxha i drejtë, por të gjitha këto fijet e vogla janë flok të reja dhe më dalin kështu dhe rrin pak të elektrizuara, se nuk kam se çfarë t'i bëj. Do të vendos pak vaj. Vajin do ta përhap kështu në dorë dhe do ta vendos në fillim në të gjithë gjatësinë e flokut. Dhe do ta përhap kështu me duar. Dhe pjesën tjetër do ta vendos kështu, por duke e prekur shumë pak flokun në mënyrë që mos të ngjitet, se duket si i vajisur pastaj. Plastri që përdora është plastri nga Sokani, deri në 230 gradë, me të cilën dhe unë drejtova flokët e mi, pra 230 gradë, dhe nuk ka nevojë që t'i kaloni disa herë flokut, mjafton 2 herë dhe floku do të duket kështu. Është tepër ekonomik, është shumë praktike, është goxha e hollë në dorë dhe i ka mbaruar flokët për 27 minuta fiks. Për porosinë kontaktoni.